Kosova po shkon në zgjedhje për herë të tretë brenda një viti. Pas zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit, ku nuk u arrit shumica për krijimin e qeverisë dhe zgjedhjeve lokale të 12 tetorit, përfshirë edhe raundin e dytë në disa komuna, ku u mbajtën me 9 nëntor. Lëvizja Vetëvendosjes, si partia e parë me më shumti vota në zgjedhjet e 9 shkurtit, nuk arriti të formojë qeverinë. As kandidati i parë për kryeministër, Albin Kurti, as kandidati i dytë, Glau Konjuca, nuk siguruan votat e nevojshme. Kjo ndodhi si rezultat i pamundësisë për të krijuar koalicion dhe po ashtu hezitimit të opozitës për të bërë pjesë e shumicës. Për këtë arsye, presidentja e vendit, Vjosa Osmani, shpërndau kuvendin dhe caktoi 28 dhjetorin si datën e re të zgjedhjeve, duke e quajtur situatën një fat të keq për vendin. Kështu vendi tani përballet me një tjetër proces zgjedhor. Qytetarët do t'i drejtohen sërish kutive të votimit me 28 dhjetor për herë të tretë brenda këtij viti.